Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua piu uthull molle me mjalt për 60 ditë dhe ajo çfarë ndodhi i habiti të gjithë. Uthulla e mollës dhe mjalti janë dy substanca natyrale me vlera fantastike shëndetësore. Në formën e tyre të papërpunuar, si mjalti ashtu edhe uthulla munden që të trajtojnë një stër probleme shëndetësore. Duke i kombinuar së bashku ju mund të dyfishoni vlerat e tyre. Për më tepër, ëmbëlsia e mjaltit kombinohet mjaft mirë me uthullën e mollës dhe e bën pirjen e të dyjave një eksperiencë të këndshme. Të dhënat tregojnë se konsumi i uthullës së mollës dhe mjaltit ndihmon gjithashtu në mposhtjen e dhimbjes, inflamacionit dhe njëkohësisht shërimin e problemeve me tretjen dhe një sër problemesh të tjera shëndetësore. Mjalti me uthullën së bashku janë dy fish të fuqishëm kundër baktereve, inflamacionit dhe mykut. Vlerat shëndetësore të uthullës së mollës dhe mjaltit: ulin kolesterolin. Studimet kanë treguar se mjalti ul kolesterolin e keq dhe rrit kolesterolin e mirë. Këto aftësi vjen re sidomos gjatë konsumit të rregullt të mjaltit me uthull molle. Ulin tensionin e gjakut. Mjalti me uthullën e mollës i bën mirë zemrës duke ulur tensionin e gjakut në mënyrë natyrale. Të dyja së bashku funksionojnë mirë kundër hipertensionit. Ato ulin nivelin e sheqerit në gjak, fuqizojnë energjinë, largojnë kollën dhe përmirësojnë lëkurën. Largojnë dhimbjet e gjymtyrëve. Konsumi i rregullt i uthullës së mollës dhe mjaltit gjithashtu ndihmon edhe në menaxhimin dhe largimin natyral të inflamacionit që shkakton dhimbjen e gjymtyrëve. Kjo aftësi e bën atë një kombinim mjaft të rëndësishëm kundër inflamacionit, kundër reumatizmës dhe njëkohësisht problemeve të tjera të ngjashme. Sipas ekspertëve, trajtojnë urthin dhe refluksin e acidit. Konsumi i uthullës me mjalt gjithashtu ofron një zgjidhje natyrale kundër simptomave të urthit, balancon acidin në stomak dhe nga ana tjetër qetëson fytyn tuaj. Për më tepër, të dyja këto së bashku forcojnë shëndetin e sistemit tuaj tretës. Rënja në peshë. Pirja e uthullës së mollës së bashku me mjaltin ndihmon në rënje në peshë. Të dhënat e këtij studimi mjaft interesant tregojnë se në qoftë se ju tresni 30 ml uthull në 500 ml ujë duke i shtuar pak mjalt dhe e pini atë çdo ditë, ju do të arrini të paksoni masën e yndyrave në trup dhe të humbisni në peshë, sidomos nëse jeni obez. Kombinimi energjik është një pije tradicionale e hershme ku ka si përbërës uthull të pastër, ëmbëlsues natyral si mjalti dhe po ashtu mundet që t'i shtoni xhenxhefil të freskët dhe pluhur ose ujë. Shumë vite më parë ky lëng përdorej për të freskuar dhe hidratuar atletët. Uthullës së mollës janë thurur lafte prej shumë kohësh, por kombinimi energjik për të cilin do të flasim ne është diçka krejt tjetër. Si fillim, nëse dëshironi të shfrytëzoni vlerat e mjaltit dhe të uthullës së mollës, atëherë përdorni produkte puro dhe të papërpunuara. Përzini së bashku një lugë çaji me mjalt dhe një lugë çaji me uthull molle. Në rastin e të parës mund të përdorni deri në një lugë gjelle. Hidheni përzierje në 250 ml ujë. Pijeni lëngun 1 apo 2 herë në ditë. Në fillim ndoshta shija nuk do t'ju pëlqejë, por me kalimin e kohës do të mësoheni. Nëse dëshironi, mund të shtoni më shumë mjalt për ta ëmbëlsuar shijen e uthullës. Kur duhet pirë lëngu i uthullës dhe i mjaltit? Për rezultate më të mira, pijeni lëngun e mjaltit me uthull që në mëngjes me stomakun bosh ose 20 deri në 30 minuta përpara ngrënies. Kjo e ndihmon stomakun tuaj që të përthith vitaminat, ushqyesi dhe njëkohësisht mineralet nga toniku i uthullës dhe i mjaltit.
Disa studiues sugjerojnë që toniku të pihet deri në 2 herë në ditë. Megjithatë, sasitë e konsumuara varen prej jush dhe nivelit të tolerancës. Mjalt, uthullmollë dhe xhenxhefil. Provojeni këtë recetë interesante dhe mund të ndryshoni sasinë e përbërësve sipas shijes tuaj të preferuar. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 60 ml uthullmolle, 2 lugë gjelle mjalt organik, 2 lugë çaj me xhenxhefil të freskët të grirë dhe 2 gota ujë. Përzieni që të gjithë përbërësit në një kavanoz. Shkundeni mirë dhe lëreni të qëndrojë nga 2 deri në 24 orë në frigorifer, më pas kullojeni në qoftë se do të dëshironi. Hidhni akull ose ujë dhe ju bëf të mirë. Ndërkohë, uthulla e mollës ka vlera të pabesueshme, duke qenë se ajo përdoret më së shumti në kuzhinë, shumica prej jush nuk i din. Uthulla është cilësuar si një nga elementet natyral që trajton disa probleme të cilat kanë të bëjnë me vetitë e saj antiseptike, antimikrobale dhe antifungale. Të gjitha këto komponent mund të rezultojnë mjaft efektiv në trajtimin e disa problemeve shëndetësore. Futja e një lugë uthull në dietën tuaj të përditshme, duke e përdorur atë në sallata, salca, gatime apo duke holluar me ujë, do t'ju sillte disa përfitime të rëndësishme në shëndet. Është antioksidante e fuqishme. Uthulla e mollës gjithashtu është e pastër me antioksidant të tillë si acidi gal, acidet klorogjenike, acidi acetik e të tjerë. Këto antioksidant janë të dobishëm për të luftuar radikalet e lira në trup dhe për të përmirësuar shëndetin e përgjithshëm. Ul nivelin e kolesterolit të keq. Uthulla e mollës është një mënyrë efikase për të kontrolluar nivelet tuaja të kolesterolit në gjak dhe gjithashtu ruan nivelin e kolesterolit të mirë. Kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Një numër i madh shkencëtarësh kanë treguar se uthulla e mollës gjithashtu mundet që të mbajnë nën kontroll nivelet e sheqerit në gjak fal vetive të forta antiglicemike. Balancon nivelin e aciditetit në stomak. Një lugë gjelle uthull e tretur në një gotë ujë mund të balancojë nivelin e aciditetit të stomakut duke parandaluar urthin dhe zbaticën acidike. Absorbon mineralet esenciale në trup. Konsumimi ditor i uthullës në sallata apo në salca të ndryshme do të ndihmojë trupin tuaj të absorbojë mineralet esenciale nga ushqimi. Ndihmon në rënien në peshë. Acidi acetik i gjetur në uthull përshpejton metabolizmin, parandalon mbajtjen e ujit në trup dhe shmang oreksin. Është e rëndësishme të dini se uthulla e mollës duhet të jetë një cilësie shumë të mirë për të marrë të gjitha këto përfitime shëndetësore dhe mbi të gjitha nuk duhet tepruar me konsumimin e saj sepse mund t'ju dëmtojë shëndetin. Ndërkohë, uthulla e mollës mund të bëjë që ju të vuani më pak nga infeksionet. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin, që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një kur shumë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Sheqeri në gjak. Studimi ka treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta, kësaj trupi arrin që të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.